Ngjarjet në Imun ndodhin në një kohë të pacaktuar, por në bashkëkohësi, Davidi dhe Greta janë personazhet kryesorë që rrëfejnë romanin. Davidi është një kërkues shkencor shqiptar dhe papritur një virus mjaftinzar i cili nga një sëmundje respiratore kthehet në sëmundje e cila sulmon sistemin nervor trurin, përhapet dhe Davidi gjendet papritur në përballje të menjëhershme direkte me këtë virus. Gjithashtu mendoj që Davidi është një pasqyrë shumë gjërave të cilat nuk i pëlqej tek njeriu bashkëkohor, narcisizmi, mungesa e le të themi pandjeshmëria totale, mungesa e vullnetit për të bërë gjëra të ndryshe në shërbim të komunitetit, po sa për të bërë vetëm për veten. E gjej pak të pavend mënyrën se si është zhvilluar showbizi në Shqipëri, sidomos showbizi i cili bazohet tek njerëzit që vijnë nga bota artistike, njeriu në thjesht, si njeriu i thjesht papritur gjendet përballë ekranit. Duket goxha personale. Më fal, si mund të mbledhim të rinjt përpara ekranit dhe t'i ofrojmë thjesht historira dashuriçka ashtu çuditshme në ekran, të zbulojmë prej tyre identitetin në një mënyrë gati laboratorike. Do flasim për romanin tënd më të fundit, Imun. Është një roman që më ka befasuar dhe kam lexuar për një kohë shumë të shkurtër. Por më mirë se sa ta bëj unë prezantimin e romanit, ndoshta mund ta bësh ti me pak fjalë për ata që nuk kanë lexuar, cila është përmbajtja ose për çfarë bën fjalë romani. Bëhet qefi s'pari që të ka befasuar, sepse kjo është ëndra shkrimtarit të gjej njerëz që befasohen nga puna e tij. Ngjarjet në Imun ndodhin në një kohë të pacaktuar, por në bashkëkohësi është i frymëzuar nga, le të themi, ndodhitë dhe sistemi politike dhe gjendja shoqërore e njerëzve në mbar botën përgjatë pandemisë së Covidit. Davidi dhe Greta janë personazhet kryesorë që rrëfejnë romanin. Davidi është një kërkues shkencor shqiptar, i pari lloj të vet i cili arrin një shkallë suksesi të jashtëzakonshme në Sant'Angelo të Milanos, që është një institut kërkimor shumë i njohur dhe gjatë Covidit. Ndërsa Greta është bashkëshortja e tij, një arkitekte, një shpirt i lirë, një ndërtare. Dhe papritur një virus mjaftinzar i cili nga një sëmundje respiratore kthehet në një sëmundje e cila le të themi sulmon sistemin nervor trurin, përhapet dhe Davidi gjendet papritur në përballje të menjëhershme direkte me këtë virus. Dhe ai si themi i di sekretet para të gjithë të tjerëve dhe e udhëzon dashorin e tij Gretën të shkojë dhe të karantinohet në një shtëpi mjaft të bukur, në një vilë që ata kanë diku në zonë në Rivierën Shqiptare, përftuar pak a shumë si zona ekskluzive e Kepmërdis, me plot jate, vila të bukura, vetrata të xhamta. Edhe Greta e ndjek udhëzimin e tij që vjen shprehimisht përmes një dialogu që thotë diçka e çuditshme po ndodh. Mirë. Edhe Greta le të themi pak e bezdisur nga kjo fjalë mirë, ajo vendos që të shkojë dhe të mbyllet në këtë shtëpinë e kristalt dhe mendon që kështu do të jetë, le të themi, e sigurt nga gjithçka që po ndodh. Ndërkohë në Milano, Davidi nis kërkimin bashkë me kolegun e tij Matteo të kësaj kurës. Nuk kemi kësaj radhe një vaksinë, por kemi një kurë imediate, sepse kërkesa dhe natyra e këtij virusi kërkon një kurë imediate që njerëzit mos infektohen dhe të çmenden dhe të kalojnë në anarki masive. Edhe kështu nis rrëfimi i Davidit atje dhe shpalosin pak nga pak natyrën e tij të ftohtë, egoiste, narcize, në kufite surreales. Dhe duke qenë se ai rrëfen vetë të parjet në tij, ndonjëherë duket dhe normale qasja që ai ka ndaj vetes, ndaj të tjerëve, por sigurisht kjo nuk është normale. Dhe kjo është një vuajtje e vazhdueshme edhe për vetë Gretën në jetën e tyre bashkëshortore. Paralelisht me këta personazhe, të cilët rrëfejnë në vetë parë, siç thamë, është edhe një intermezzo, një kapitull në mes të veprës, ku rrëfet në vetë të tretë nga unë, dhe është jeta e një njeriu shqiptar i cili vjen nga një familje mjaft e varfër. Edhe ai kërkon që, le të themi, të shpëtojë mjerimit të tij, mamasë të tij përbuzëse, të shkuarës me të atin abuzues i cili nuk jeton më, edhe bëhet pjesë e një reality show, një dating show, pra një program dashurie në ekran, me shpresën që kështu do të mund të ndryshojë jetën e tij. Nis bukur për Klajdin e Gjor, por gjë e bukur për shumë i gjetër Korbin. Por si gjë e bukur mbaron shpejt dhe Klajdi e gjen veten në përballje me intrigat e televizionit, me figurën e tij publike që rënohet para syve të gjithë shqiptarëve në mes të kësaj pandemie. Dhe për fat keq ai infektohet nga ky virus tinzar dhe
le të themi bën diçka të paparë, të paparashikuar, mjaft makabre në transmetim live. Dhe pikërisht ky akt ndikon më pas në rrjedhën e ngjarjeve mes Davidit dhe Gretës. Jam fillimisht kurioz të di si ka nisur ky roman për ty. Ka patur një moment kur the me vete që kjo është historia që kam nevojë të tregoj, se duhet të thënë që është goxha ndryshe nga romani i parë, Memento Mori. Po, shumë e drejtë dhe konstatim e vlerë. Në fakt, Memento Mori është një ritrajtim, një ritregimi i baladës Konstantinit dhe Dorotinës, të cilën e kam vendosur diku në vitet 1200 në Arbërin, në Lissus, Lezhën e sotme. Edhe kemi rikthimin në jetësin në legjendë të Konstantinit, por në këtë rast bëhet për motive të tjera dhe ngjyrimet e romanit janë shumë kinematografike me më shumë personazhe. Edhe kemi dhe arsye të tjera pse ndodhi ky rikthim, pra arsyeja pse një i vdekur bashkohet me të gjallë në thelb. Ndërsa tek Imun gjërat kanë ndryshuar katërsipërisht, që do thotë mënyra se si unë rrëfej dhe arketipet e personazheve dhe ajo që unë dua të përçoj dhe siç e tham më herët edhe lidhja me bashkëkohësinë. Imun mendoj që është një roman që unë dija që duhet vinte dhe erdhi mjaft deri diku i kristalizuar në mendje, pasi unë gjendesha në nisje të pandemisë së Covidit, 2 ditë para se Shqipëria të karantiноhej përfundimisht me një urdhër të kryeministrit. Unë u ktheva në Shqipëri 2 ditë para se kjo të ndodhte dhe kisha hasur në Itali, ku gjendesh në atë moment, kisha hasur, le të themi, një lloj anarkie, njerëzit nuk donin të bindeshin rregullave të diçkaje që po ndodhte, diçkaje të çuditshme që po niste, nuk i besonin lajmeve, nuk i besonin autoriteteve, dhe madje gjendesh në hotel, do zbrisja poshtë në hall dhe atje gjeta një garnizon të tërë me ushtar. Dhe kjo e bënte shumë interesante sepse ishte thuajse një film fantastiko-shkencor që po gjente gjuhën e tij në realitet. Dhe madje pyeta edhe dikë aty në bar se çfarë po ndodhte. Edhe hezitues bartenderi po thoshte që këta ushtar kanë dalë sepse gjërat nuk janë mirë, diçka çuditshme po ndodh. Edhe njerëzit duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe nuk duhet të kenë kontakt fizik me njëri tjetrin. Dhe kjo për një mendje krijuese është mjaft grishse. E ndërsa qëndroja isha në avion, fillova të përfturoja këtë le të themi gjëra të çuditshme që po ndodh dhe normalisht që kish filluar të flitej për një sëmundje respiratore, por po mendoja nëse ky virus është kaq i përhapur dhe ndikon në njerëz të ndryshëm në mënyra të ndryshme, ka dhe njerëz që nuk janë të shëndoshëm ndërisht. Cili do të ishte ky efekt e këta? Edhe duke qenë se isha në veri të Italisë, në Bergamo, Milano, në të gjitha këto zonat ku dhe mbahet zhvillohet romani, dhe normalisht unë jam shqiptar, që e njoh mirë kulturën italiane, thash përse vallë mos kemi këtë personazhin që vjen nga vendi që unë e njoh, por duke qenë se histeria kolektive dhe përhapja masive e virusit po ndodh në Itali dhe po kemi raste të frikshme të humbjeve të jetëve, se mbase mos të zhvillohej këtu ky karakter, sepse aty ka dhe mundësi më të shumta teknike për sa i përket zhvillimit shkencor, instituteve, gjithçka është më e mundshme se sa një institut kërkimor në Tiranë. Do të ishte diçka surreale të ndodhte kështu. Edhe kështu lindi në mendjen time Davidi, edhe gjithashtu mendoj që Davidi është një pasqyrë shumë gjërave të cilat unë nuk i pëlqej tek njeriu bashkëkohor, narcisizmi, mungesa e le të themi pandjeshmëria totale, mungesa e vullnetit për të bërë gjëra të ndryshe në shërbim të komunitetit, po sa për të bërë vetëm për veten. Pra, dëshira që gjithçka të jetë e unifikuar, e mishëruar në personin tënd. Dhe Davidi është pikërisht le të themi arketipi i këtij njeriu. Edhe kjo hera herës e bën ato të ndihet i mund edhe përballë gjithçkaje që po ndodh. Nga ana tjetër, Greta përfaqëson le të themi edhe një lloj gruaje shqiptare, elitare, po që siç mendoj unë, të paktën në optikën time, si shumë gra të tjera në këtë vend, bie ndonjëherë në përdhunën e burrave. Edhe unë pikërisht kërkoja që Greta në një farë mase të ishte fitimtare në këtë roman. Ajo nisni si një grua që jeton mes limontisë, ndoshta një vajzë zakonshme shqiptare po të lexoj për Gretën, mendon që Greta e ka gjithçka të rregulluar, Greta është jeton mes luksit, ka një karrierë, ka këtë burrin e famshëm i cili është mjek edhe simpatik edhe bën gjithçka të mundur për të, por në fakt Greta është mjaft e vetmuar edhe e shtypur nga ky imazh kaq le të themi psikotik i Davidit. Gjithkohë si lexoja pjesa e parë e romanit,
është pikërisht kjo që ti po përshkruaj, ti jep ndjesinë e një gjëje shumë të ftohtë, edhe gjuha është e tillë që ti jep idenë e izolimit, të ftohtësisë, të një lloj vetmie. Jam kurioz të di si janë shfaqur fillimisht këta dy personazhe në draftet e para të romanit, po sidomos Davidi, domethënë kanë qenë që në fillim ka qenë Davidi që në fillim i tillë, ky personazh i thot egoist, narcisist, apo ka ndryshuar gjatë kohës? Çuditërisht romani në fakt ka nisur me Gretën. Dhe frazat e para të romanit të shkruar në zërin e Gretës janë ja dhe shtëpia e madhe, pompoze e qelqt. Kjo është shtëpia që unë dhe Davidi do ndërtuam në përvjetorin e 5 të martesës. Kjo është fraza e parë që ka shkruar romanin. Por, duke qenë se ngjarjet nisin dhe përhapja e virusit nis në Itali, më bënte më shumë sens që le të themi shkrimin e parë të Davidit ta ktheja në kapitullin e parë të veprës. Ç'është e vërteta, si Davidi dhe Greta kanë qenë shumë të qartë që në nisje. Nuk ka pasur dilema, por duke qenë se personazhet unë i dua dhe kur i them madje kur i përmend Davidi dhe Greta, më duken shumë të gjallë. Më duken si dikush, si një çift që unë mund ta njoh, një çift i thyer që unë mund t'i njoh dhe le të themi dinamikat apo të fshetat e tyre. Dhe i besoj dhe në këtë mënyrë dhe kjo më shoqëroi edhe gjatë romanit. Dhe e bukur është kur ti beson në karakteret e tua, ato nisin dhe marrin jetë dhe marrin rrugtimin e tyre. Janë ata që të shoqërojnë ty më pas për gjatë faqeve, edhe ndjekin një linjë të tyre të ngjarjes që mbas ti në nisje nuk e kishe menduar, por rrjedha logjike e botëve të tyre të çon që të shkruash, po themi, kthesën e papritur të ngjarjes, kapitullin e radhës, apo një detaj të jetesës së përditshme, të cilët nuk e kishe menduar më parë. Dhe jo më kot, siç e thash, personazhi i Davidit rrëfen në nisje dhe ngjarjet nisin shumë larg, nisin në kin në fakt. Me personazhin e Lang Langut, i cili është një njerëz i cili gjithashtu ka një problematik me veten e tij, sepse i mungon përkatësia, ai ndihet një italian, pasi ai është rritur në Itali. Por njëkohësisht kjo nuk i mjafton, sepse atributet e tij fizike për një aziatiku nuk e bëjnë dot një italian dhe po të dojë. Edhe kështu ai gjendet në tokën e të parëve të tij për të marrë le të themi një ngarkesë të madhe me maska veneciane, të cilat do t'i shesi në qytetin e tij ku jeton në Venecia të Italisë. Dhe aty ai merr një maskë me të cilën infektohet, edhe pikërisht kjo maskë e infektuar përfundon në një teatr në opera, në teatrin La Fenice, ku një këngëtar i operës, një tenor, e vendos maskën, infektohet dhe më pas ndërsa këndon me ritmin e notave të këngës së tij, përhapen edhe spërklat me virusin, përhapen edhe të gjithë turmën e publikut që gjendet poshtë, dhe kështu një masë e gjerë njerëzish infektohet nga kjo sëmundje e papritur dhe rrezikshme, dhe kështu nisi përhapje në të gjithë qytetin dhe në Italinë e Veriut. Dhe ai që rrëfen këtë ngjarje është pikërisht Davidi. Dhe më pas, përmes të ngjarjes kalon në jetën e Davidit të përditshme, në përshkrimet e tij për Gretën, mendimet e tij për Gretën, dhe më pas kalojmë te Greta, e cila gjithashtu na tregon pasqyrën e saj të Davidit. Pra të dy janë në një tango me njëri tjetrin, që është sa e bukur është aq dhe e trisht. Ti përmend që në fakt i do shumë personazhet e tu dhe i përfituron si një çift real. Dhe jam kurioz, gjatë procesit të shkrimit, ke ndjerë ndonjëherë nevojën që ta mbrosh ose ta justifikosh, po themi Davidin, apo ke arritur të ruash një lloj distance vëzhguese? Davidi në thelb është aq i vetkënaqur, aq i përplotësuar, aq i gjithë, le të themi, i vetmjaftueshëm, sa ai nuk ka nevojë për dikujt që ta mbrojë. Edhe është mjaft argëtuese për të shkruar, sepse ai është personazh i ekstremeve, dhe si i tillë ekstremet nuk njohin caqe. Dhe ti mund t'i kalosh ekstremet, ti kalosh dhe nëse rrëfen me vërtetësi siç ai rrëfen, ato bëhen të besueshme. Kështu që në këtë pikë Davidi nuk kishte asnjë lloj, më tepër ka ndjer një lloj, le të themi, drojtje për sa i përket Gretës dhe shpërfaqjes së saj si karakter. Pasi siç e thash më herët, ajo nis mjaft e brisht dhe ka një lloj, le të themi, melankolie që shoqëron. Derisa në fund ajo është pikërisht ajo që thyen, le të themi, këtë mitin e vet Davidit, thyen pasqyrën përballë fytyrës së tij, dhe Davidi ndihet mjaft i vogël dhe ndihet një humbës përballë Gretës. Dhe kjo dyshe, le të themi, kaq toksike, është interesante dhe më ka argëtuar në të shkruar. Pra unë jam ndier shumë mirë ndërsa e shkruaj këta karaktere, sepse janë, le të themi, një aliazh, një miks i shumë njerëzve që unë njoh, edhe
Gjithashtu romani ka edhe përmasën e tij kinematografike në rrëfim dhe kjo të ndihmon më pas që ta ilustrosh ndoshta më mirë rrugtimin e të dyve. Në fakt kjo ishte e veçantë gjatë kohës që lexoja, domethënë kisha pikërisht përshtypjen që po shikoja një film. Mënyra si ndoshta kalohet nga një plan më i madh në një close-up, ti jep atë lloj ndjesie. Virusi në roman është në gjendje të deformoj perceptimin që personazhet kanë për realitetin. Po ndërkohë, kur e lexon librin, të krijohet përshtypja se këta personazhe, ne pak a shumë e përmendëm, janë ndërkohë të deformuar edhe pa u infektuar nga virusi. Natyra e këtij virusi është mjaft tinzare. Dhe le të themi nis me një lloj temperature të lehtë që më pas zhduket dhe mbetet një dhimbje fort koke dhe pas dhimbjes kokës vjen një lloj çlirimi. Në momentin që nis ky çlirim kemi nisjen e halucinacioneve. Dhe pikërisht deformimi merr trajtën e tij të plot momentin që le të themi virusi e ka poshtruar plotësisht psikën e personazheve, edhe deformimet bëhen më të bukura, ato bëhen të pranishme, bëhen reale, edhe personazhet na ftojnë dhe ne ndërsa i lexojmë që ta shohim realitetin e tyre të ri të përçudnuar, dhe ndonjëherë mos ta kuptojmë nëse kjo që po ndodh është fantazi apo realitet. Dhe kjo lojë e virusit me mendjen e njerëzit e bën atë, le të themi, tërheqës si një mjet për të zbuluar pikërisht ato brenga apo ato kurthe apo ato, le të themi, drama që mund të kenë shoqëruar personazhet edhe të shkuarën e tyre, dhe kështu ne zbulojmë pse këto deformime janë aty ku janë. Pra, virusi është një mjet fantastik, një çelës për të arritur tek, le të themi, skutat më të errta të mendjes, tek drama, tek realitetet që mund t'i kenë shënjuar këta personazhe. Edhe gjithashtu është edhe ndonjëherë dhe një mjet për të zbuluar autoironinë tek personazhet, dhe hera herës romani ka edhe ndonjë moment i cili mund duket e komik. Edhe mund të tingëllojë pak absurd. Pikërisht sepse po shohim gjëra që nuk ekzistojnë. Gjatë kohës së shkrimit të ka zbuluar kjo pasqyrë që po themi virusi ndoshta ofron diçka atë ka zbuluar diçka që nuk e prisje, qoftë në lidhje me personazhet, po qoftë edhe në lidhje me realitetin ton të përditshëm me gjithë ne. Ka bërë të mundur që ndoshta disa gjëra që mund të jenë të pa adresuara, nëse nuk është shqip kjo mënyrë të shprehur, po pra gjërat të cilat nuk janë thellësisht të zbërthyera në identitetin e dikujt. Nëpërmjet këtij mjeti ato bëhen më të qarta, evidente. Edhe më ka dhënë mundësinë që të luaj më shumë me ato që ndoshta është e pazakon, sepse duke përdorur këtë mjetin e fantastik të virusit, ke justifikimin, ke licencën tënde artistike që të bësh çfarë të duash me këta personazhe. Por gjithsesi brenda një konteksti të realizmit, nuk është se ky virus ka elemente të magjikes, pra nuk është se ndodhin çuditëra me xixa, me nuk e di. Por është mjaft real edhe në mënyrën besoj të paktën si e shoh unë, pasi dhe detajet nëse një personazh nga e kaluara e këtyre karaktereve shfaqet përmes këtij virusi, pra si vegim para tyre apo halucinacion, ne njohim paksa atë përpara. Pra nuk kemi nuk gjendemi papritur me këta personazhe dhe halucinacionet e tyre. Pra kemi një ide se çfarë do ndodhi me këta. Edhe gjithashtu un kam punuar për një farë periudhë në televizion, edhe e gjej pak të pavend mënyrën se si është zhvilluar showbizi në Shqipëri, sidomos showbizi i cili bazohet tek njerëzit që vijnë nga le të themi nga një botë artistike, njeriu në thjesht, si njeriu i thjesht papritur gjendet përballë ekranit, edhe nuk di se ç'të bëj me famën e tij, nuk di si ta adresoj atë, nuk di se çfarë të kërkoj nga vetja, nuk ka një drejtim qoftë artistik apo intelektual, është diçka që le të themi shpërthen përpara fytyrës së njerëzve në të gjitha ngjyrat e veta pa filtra. Kjo është interesante, por është gjithashtu e rrezikshme për njeriu. Dhe pikërisht këtë roman mua më pëlqen të vras paksa personazhet e showbizit. Duket goxha personale. Më fal, domethënë si mund të konsumojmë dhe le të themi ti mbledhim të rinjt përpara ekranit dhe t'i ofrojmë thjesht historira dashuriçka është të çuditshme në ekran, domethënë edhe le të themi të zbulojmë prej tyre identitetin në një mënyrë gati laboratorike, se në thelb është një laborator i emocioneve, ndjenjave, që fabrikohet, montohet dhe transmetohet për publikun e gjerë. Edhe njeriu është aty një krijesë e vogël e përdorur në ato dritat. Është pikërisht një laborator i madh social. Intermezzoja me
Clyde Corbin që merr pjesë te kjo dating show, mbart në vetë një lloj brengje pothuajse folklorike. Domethënë ai është një personazh që vjen nga një botë, nga një realitet pak më rural. Është një personazh që përballet gjatë spektaklit me ndjesinë e turpit, me ndjesinë e zgënjimit, përbuzjes. Është një personazh që është dhunuar në fëmijërinë e tij nga jati. Jam kurioz çfarë do tërhoqë që ndjeve nevojën ta shkruajë historinë e tij dhe ta bëje pikërisht pjesë të romanit. Nuk ka shumë mundësi për një të ri shqiptar sot. Për që ndoshta diçka më shumë dhe për të kapërcyer realitetin e tij. Moçalin ku ai gjende dhe njëri i varfër me ëndra, me dëshirën për të qenë pjesë e televizionit, e kryeqytetit, e një jetë më të bukur, me shumë adrenalinë, shumë tërheqëse kjo. Dhe Klajdi në vetvete si individ i mbar i ka të gjitha mundësitë për të qenë ai që dëshiron të jetë. Por duke qenë se është i shënjuar, në thelb ai është një njeri me problematika, është një njeri deformuar, ndonë se ai nuk e kupton këtë. Edhe pjesëmarrja në këtë, le të themi, dating show, që është një kafshat më e madhe nga ç'mund ai të kapërdi. Dhe përjedhoi fataliteti është i pritshëm. Por duke qenë se, siç e tham, ky virus i tinzar hyn në psikën e njerëzve, gjithashtu na jep dhe një pasqyrë më të qartë të asaj që ndodh me realitetin ndoshta të riu, të familjes shqiptare, të varfërisë, emigracionit, sepse mos harrojmë që babai i Klajdit ishte një emigrant i cili humbi jetën në Greqi, pikërisht gjatë një rrugtimi për të fituar parave. Edhe vdekja e tij është madje poetike në mënyrën se si vjen. Edhe pikërisht ky çast rikthehet në ndërgjegjen e Klajdit dhe na bën të shohim se si ndoshta pikërisht kjo gjendje shoqërore e modelon njeriu në atë pikë sa e transformon atë. Edhe duhet vetëm një moment i vogël, pra mjafton një përbuzje, një çast i dobësie, një çast i mungesës së dashurisë, i mungesës së dinjitetit, për të kthyer në një tragjedi të pashmangshme. Dhe unë mendoj që dëgjojmë shpesh edhe në lajme dhe u vran për motive të dobta. Po pse u vran këta njerëz? Pse prevalon, pse mbizotron ky motivi i dobët? Çfarë është në thelb motivi i dobët? Dhe kjo, domethënë, është mjaft absurde dhe pse jo këtë absurditetin ta denoncojmë dhe ta shpalosim në një qoftë në një vepër letrare apo në një film dhe ta kuptojmë çfarë bën këtu shqiptarin e zakonshëm që të vritet për motive të dobta. Kam përshtypjen që ne e quajmë motivi i dobët, po duhet të jetë motiv goxha i fortë. Pikërisht. Zakonisht një krisje shumë e madhe brenda vetes që ndoshta nis nga një sharë, nga një fjalë goje dhe krijon një çarje të përhershme. Jam kurioz për momentin unë e kam quajtur këtu momenti i dy pilulave, është momenti kur Davidi përballet me Mateon, me mikun e tij, dhe detyrohet të luajë një lloj rulete ruse ku ka një pilulë e cila e bën atë imun dhe një pilulë tjetër që përmban virus. Është një skenë që të jep një ndjesi pothuajse mitike. Në qoftë se rikthesh asaj skene tani kaq kohë mbasi e ke shkruar dhe botuar librin, çfarë kuptimi do merrte imuniteti për ty ose të qenët imun? Në thelb, Davidi dhe Mateo janë krejt e kundërta njëri tjetrit. Davidi e ka kaluar jetën e tij duke u shqyer në lëkurën e Mateos, duke thithur, si themi, prej tij gjithçka që ai ka talentin, mendjen, mundësitë financiare, mundësitë lidhje të mundshme për gruan. Më shumë bashorten e tij me Laurën, gruan e Mateos, me cilin Davidi ka gjithashtu një lidhje të fshehtë. Edhe është pikërisht ky moment i zbulimit të lidhjes i cili e bën atë Mateon, le të themi, të humbas fillin totalisht edhe të ndihet një i gënjur, një i mashtruar për gjatë gjithë jetës së tij në raport me Davidin. Edhe dy pilulat janë gjithashtu një lloj loje yin dhe yang, pra është një lojë mes mirës dhe së keqes, mes mirës dhe së keqes, le të themi dritës së errësirës, ekuilibrit. Dhe Mateo i infektuar tashmë dhe e di që nuk ka më shpëtim për të shekot, vendos ta ftoj, le të themi, Davidin dhe të kenë një përballje në raport me njëri tjetrin dhe mbi gjithçka ka ndodhur, ndërsa poshtë në hyrje të institutit një turmë e madhe njerëzish që janë pro konspiracionit, të cilët nuk besojnë te ky virus, nëse virusi po bën kërdin, nuk besojnë në vaksina, nuk besojnë në pilule, ata mblidhen dhe si një turmë që diqte dietarët, le të themi, në turmën e druve,
ata mblidhen përpara institutit dhe kërkojnë ta djegin atë. Dhe ndërkohë lart në një apartament të institutit ndodh kjo përballje mjaft e fortë jete mes këtyre dy personazheve. Dhe Mateo i infektuar vendos që le të themi të jap një shans Davidit, megjithse mund të jetë imun edhe vet, mund të imunizohet më një herë në atë moment, pa i ka humbur gjithçka. Prej Davidit, prej vendimeve të tij në jetë, prej le të themi mungesës së qartësisë me veten. Mateo gjithashtu edhe një lloj Frankensteini nëpër masën e tij, sepse ai e ka prodhuar një David, një person që nuk e le të themi është i pavdekshëm nëpër masën e tij. Ai është le të themi strumbullar për Davidin. Edhe është pikërisht Davidi në këtë pikë që si përbindshit e Frankensteini vjen edhe hakmerrë ndaj krijuesit të tij në farmasa. Edhe Mateo bën një akt vetflijues, konsumon pilulën që nuk e bën imun dhe ai jep pilulën, le të themi adorzoni, ai lë mundësinë që të marrë Davidi pilulën e imunitetit dhe kështu i jep të keqes, pra i kësaj force mjaft rezistente që është përfaqësohet nga Davidi, i jep të keqes mundësinë që ja të vazhdoj rrugën e saj. Dhe në këtë pikë ne mendojmë, po ç'është kuptim ka kjo gjë, përse e keqja duhet të mbizotrojë në fund fare. Fundi i romanit na vërteton të kundërtën në llojin e tij dhe gjithashtu ekzistenca e Davidit si një personazh i keqes, por dhe imunizimi përmes kësaj pilule, sjell një lloj ekuilibri. Pasi është vërtet i keq, por gjithashtu mbartësi i shpresës. Pra, e mira dhe e keqja trupzohen te Davidi në këtë pikë. Edhe, më thënë, kjo është simbolike, e bën Davidin të ndihet në këtë moment një njeri i pavdekshëm, sepse në fundja asgjë nuk e gjeti, të gjithë rreth tij vdesin, ai vazhdon të jetojë dhe nuk ka asnjë ndjeshmëri për ata që po vdesin, por gjithashtu ka dhe detyrën morale që ta përhapi lajmin e gjetjes së kurës dhe shpëtimin e miliona vetëve në të gjithë globin. Edhe ai këtë e bën, por gjithashtu sigurisht ai sigurohet që emri i tij të shkruhet me kapitale në mënyrë që mos ta humbasi këtë moment dhe të mbetet në analet e historisë. Romani sigurisht jep atë ndjesinë e shpresës, por ndonjëherë kam përshtypjen që në jetën tonë të përditshme gjasat më të mëdha janë që njerëzve të mirë të ndodhin gjëra të këqija dhe njerëzve të këqij të ndodhin gjëra të mira, pa bërë asgjë vetë për ta merituar qoftë mirën qoftë të keqen. Mendoj që çdo kush nga ne vjen në këtë botë me shanse të barabarta ose jo, por vetë jeta është një shans që të është në thelb, sepse për ndryshe nuk do të ishe këtu. Pra, dhe në ngjizjen tënde ti je fatlum në farmacë. Dhe në kur hidhesh në këtë xhungël e madhe të jetës, ti ke shansin të mbizotrosh ose jo. Dhe përgjatë shkrimit të këtij romani dhe në veprat e mia të tjera, gjithmonë personazhet mund të themi se janë, le të themi, heroj dhe antiheroj, le të themi këto dy arketipet. Secili ka drejtijet e veta. Patjetër. Ndoshta për mendjen e Davidit, Mateo është në thelb i gabuar, mund të jetë, le të themi, ndoshta dhe i keq. Për Gretën, Davidi mund të jetë shumë i mirë në një moment, po gjithashtu janë ndjetë abuzuar prej tij. Pra, janë çështjet e këndvështrimit. Dhe unë gjithashtu besoj që në secilin nga ne ka anë të errta dhe anë të mira, dhe ndoshta ata që le të themi janë këta imunët, këta të pandalshmit, janë pikërisht ata që kanë një lloj nervi për të jetuar dhe për të marrë dhe për të përjetuar në një skaj të tillë që i bën ata të pandjeshëm dhe të ligjë në thelb. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse Davidi vepron në këtë formë dhe pse shumë njerëz veprojnë në këtë formë. Edhe e keqja, si tha dhe Baudelaire, bëhet e bukur në art. Detyra jonë është ta denoncojmë, por ndonjëherë dhe këtyre të këqijve mbase nuk mund t'i vëmë faj. Është një si themi një lloj dileme filozofike që edhe për natyrën e së vetë së keqe, çfarë është e keqja në thelb. Ndërkohë që është krijuar një distancë në kohë me romanin, ka ndonjë pyetje në lidhje me realitetin tonë që ndihen se ka mbetur pa përgjigje ose që nuk e arritur të japësh një përgjigje? Mund të them që romani, duke qenë se adreson përpiqet të zbulojë një kohë caktuar të bashkëkohësisë, siç ishte një pandemi që sapo e kaluam. Unë nuk doja në atë periudhë të rrëfeja këtë ose ta publikoja këtë roman sepse ishte ende herët. Pra njerëzit nuk e kishin goditur ende si pilul këtë që sapo ndodhi. Edhe thash, okay, le të presim pak. Të ndërpres pati edhe një lloj, domethënë, epidemie tjetër të letërsisë së pandemisë. Po, letërsisë pandemisë e pa shtjelluar mirë, besoj dhe e pa goditur.
do të themi. Edhe ndonse unë nisa shkrimin në atë periudhë, idetë përgjithsisht edhe disa prej kapitujve unë vijova të shkruarit në kohë, nuk ose u përfundua shumë shpejt. Pra nëse romani i parë ka dalë është publikuar në janar ose mars 2021 me Mentomori, në 2020 kanë nisur kapitujt e parë të Imun. Pra jemi në vitin 2025, jemi ka shumë kohë. Edhe është menduar, është punuar më shumë kohë, për një kohë shumë të gjatë, u bë pjesë edhe një çmimi më pas, u bë finalist etj. Besoj që shumë shpejt mund të jetë një gjuhë të huaj, edhe cilën apo besoj në gjuhën italiane, shpresojmë, pse këto gjëra ndonjëherë uroj të jemi imun në këtë drejtim, po gjithsesi besoj që rrugëtimin e tij do ta ketë në gjuhë të tjera. Ky, le të themi, libër trajton tema të imunitetit personal, individual, çfarë të bën të imun, marrëdhëniet bashkëtorë, marrëdhëniet burr-grua, sepse në letërsinë shqipe ka një lloj stepje për sa i përket raporteve, mënyra se si shtjellojnë raportet burr-grua. Mendoj që është pak ka një lloj mungesë, nuk e di pse nga se vjen, po mendoj që kjo është e rëndësishme për të shtjelluar. Edhe mendoj që ndoshta veprat e tjera që unë do të shkruaj në roman do të jenë të lidhura paksa edhe me realitetin politik. Dhe kjo më pëlqen të shtjellohet. Pra nëse këtu kemi dinamikat njerëzore, qoftë edhe ka një lloj erotike brenda romanit, të ndjeshme të letësh aty. Tek të tjerat mendoj që do jemi në një lloj dimensioni tjetër, ndoshta pak më politik, lokal, pak absurd. Gjatë kësaj kohe, nga bisedat me ata që e kanë lexuar romanin, ka patur ndonjë interpretim që të ka befasuar më shumë se të tjerët? Sasja më e madhe e lexuesve, besoj statistikisht, edhe më sa shoh paktën nga blerjet e romanit, sepse edhe në ecurinë e shitjeve ka ecur mirë. Janë vajza, gratë e vajza. Dhe sigurisht, duke qenë se unë rrëfej në dy zëra, Davidi burr edhe Greta një grua, jam i detyruar që të rrëfej në dy regjistra, mashkullor dhe femëror. Edhe isha shumë kurioz se si lexohet nga një grua ky roman. Edhe më ka pëlqyer që ka një lloj dualiteti, që do të thotë, ka vajza të cilat e gjejnë shumë veten tek arketipi i Gretës, dhe ka të tjera të cilat e themi kjo limontia e nisjes së Gretës, kjo stepja fidestare saj, mungesa aksioni, sidomos le të themi mungesa aksioni, le të themi ky përqendrimi historisë tek Greta në pjesën e parë të romanit, i ka bërë të ndihen paksa sikur Greta është e cunguar. Në fakt, Greta është një lojtare shumë e fuqishme e romanit. Dhe në fund e shohim këtë. Edhe kjo gjëja më ka befasuar, por dhe një gjë tjetër që më ka pëlqyer është fakti që e kanë gjetur veten në rrëfimin femëror plotësisht. Pra nuk janë ndjerë të shkruara nga një burr. Sa vështirë ka qenë që ti shpëtosh kësaj male gaze, këtij këndvështrimit maskullor ndaj grave gjatë kohës që shkruaje Gretën? Ka dy gjëra. Është shumë e rëndësishme si rritesh, çfarë nënë ke si model. Ime ka qenë një grua shumë e fortë. Dhe përjetoj më ka modeluar me imazhe një gruaje, sepse nëna është gruaja e parë për një djalë me cilin ai le të themi njihet. Edhe ka krijuar këtë imazh një gruaje shumë të fortë. Aq sa feminine, aq edhe maskullore në vendimet e saj. Pra, tepër e vendosur, tepër stoike, tepër ambicioze, tepër e fortë. Edhe përjetoj duke pasur këtë model në kokë të gruas, edhe një grua intelektuale, kjo le të themi bromos mendjen tënde dhe arketipin që ke në kokë për një grua. Dhe Greta i ka këto le të themi ndjesi, edhe duke qenë se unë jam edhe ime më gjithashtu ishte një piktore, një artiste, një grua që i pëlqente e bukura, edhe Greta i ka këto ndjesi. Edhe gjatë jetës më ka rastisur që të merrem me këtë lloj le të themi gruaje, nëse mund ta them kështu. Edhe është pasqyruar aty. Por është diçka që ndodh gjatë shkrimit, që është zbulimi, që do të thotë, kalimi nga një nuancë në tjetrën mund të jetë shumë delikat. Në momenti që themi gjen çelësin për të hyrë te kjo lloj psikologjie, është mjaft e lehtë më pas për të bërë. Edhe në procesin tim personazhet flasin, le të themi, flasin në mendje më parë, më pas sidhen në tjetër. Procesi i shkruarit teknik, pra ulu në laptop dhe puno, është shumë i shkurtër. Do të thënë, gjithë ata kalojnë kohën në mendjen tim, më pas hidhen në letër. Është një shumë interesante si më dëfren kjo gjëja. Dhe
Her pas here ka dhe batuta të shkurtra në roman ose mënyra se si logjikojnë, edhe ndërsa i shkruan dhe kënaqesh kur e bën këtë proces është. Shkrimtarët nuk kuptojnë, domethënë arrin ta çfarë po them. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.